Vlen të përmendet se vendin e dytë e mori Albina Kelmendi me Gënjeja. Shtjesa ju luta të më shikonte një herë në sy, e prita dhe u kokën pas një Teksa në të tretin u rendit Mira Konçi me këngën Më mbaj me veta. Në jeti pengën Në dashuri erdhi nga dyshja Ada Luka dhe Florian Tufallare, tekstin e së cilës e ka shkruar Dejzo, kurse për muzikën u përkujdes Sardim Neri nga Monkey Music. Për realizimin e videoklipit u përkujdes Max Production. Në këtë edicion kushtuar festës së Flamurit do ju sjellim si premier këngën e Luana Vjollcës dhe Medës. Dyshja thon Kuqezint dhe kënga është punuar nga Granit Gashi dhe Dart. Gulu për kujdes për shkrimin e tekstit, teksto ana vizuale u realizua nga XL Films. Najherë mban titullin dueti më i ri që Elgi Doda dhe Art kanë sjellur. Kënga është punuar nga vetë Elgidi, i cili bëri dhe tekstin së bashku me këngëtarën e mirënjohur Arta Kabashi. Miksimi dhe masterizimi u realizua nga Marenglen Boja. Teksto ana vizuale si zakonisht i është besuar regjisorës Claudia nga Full Moon Production. Ka ditur gjithmonë të na befasoj, bëjt fjalë për Butrin Timeri. Aje ka njoftuar albumin e ri në një mënyrë krejtësisht ndryshe por interesante. Të parat e albumit janë kapur. Albumi është një horizont. Koha lëshimit po afron. Këngëtari njohur kosovar publikoi disa fotografi sikur është në hënë, e nga atje na ka përshëndet me këto imazhe. Por edhe me një klip të ri, e që kënga mban titullin Sa. Kur hana ndryqë natën, qako ke vesh, apo më provokona. E tani e kemi një lajm shumë të bukur. Bëhet fjalë për rikthimin e mundshëm të grupit të dikurshëm Babastars. Ujqit e vjetër, Këtë ka bërë të ditur faqja zyrtare e këtij grupi që publiku i deshi shumë. Në këto foto shihen Geti, Majko, Skivi, Onat dhe Kazmën, e që thuhet se haj 10 po vjen.